Mirëmbrëma të dashur shikues, dëgjues. Kujdes, hape krohin, na lo aty, ti që e në gjumë. Qau! Se shkoj ora 18. Pra, more shqiptar qau. Po deshe shko kafja. Po deshe shif edhe dëgjo. Top fare, do t'jemi këtu deri në orën kur o Juli? 20:00 ose thon ndryshe deri në orën 8. Se kështu 20:00 ndoshta ju ngatron dhe se si ju duket sa është kjo ora. Në valët e Top Albania Radios në 100 MHz edhe në kanali 10 në digital për të na parë dhe për të na dëgjuar njëkohësisht. Ndërsa për ju që jeni makinë përveç se ngriheni volumin, ju themi dhe të rrini sa më shumë me ne. Edhe nëse gjeni parkim, mos e fikni makinën. Çfarë thua, sot isha duke parkuar merdi polici, mendoj se e kisha vënë dysh. Jo, më vëlla, isha fiks aty ku duhet. Mirë, më fal. Po, ti pas e qenë për burg këtu. Por e desh, e disim kaloj jeta para syve, fiu. Desh i ka në burg. Po kam pa njerëz, kështu që kam fluturuar nëpër burgje. Por kjo nuk na ndalon ne për të vajtur. Jo atje. Jo, atje nuk shkojmë sa atje, i kemi gjithë shokët. Respekte për gjithë. Juli, si ishte kjo java që le pas? Mirë. Bukur, a? Mirë, madje këto ditë kanë qenë të bukura duhet thënë. Me vërtet pse që kishte shi? Përveç se shiut po kam parë shumë meme, shumë video nga Big Brother. Dhe nuk e di. Do të thotë e ke parasysh kjo dyshja që na nuk e dinim që na duhej, ishte Ronaldo me Luizin. Thashë se më ishte Tan Kola me Luizin. Po edhe Tan Kola, po Ronaldo me Luizin. Ti është dyshja jota. Okej, kjo është dyshja. Ti nuk do Mirin dhe Brigerën. Jo, nuk i do ata, okay. Se kam tek memet dhe tek video që kanë qarkulluar. Fal më shok, se ti po flet, po kush je ti mor vlla? Un jam Julian Hurdha, po ti kush je? Un jam Angelo Shkreli, kemi edhe DJ Kedo nga ana tjetër e xhamit për të na mbajtur në shoqërinë në argëtim. Shumë bukur, jemi entuziast, me vërtet, ke parasysh kur Luizi sikur u ngjalli çika jo. Ishte një perl, domethënë. Kur sot dje, pardje? Gjitha videot që un kam parë. Ishte një perl, po më shumë kam qeshur me ishte një moment ku Luizi po diskutonte me Stenaldo, ishte Mali aty, ishin edhe 2-3 tjerë. Po. Edhe Stenaldo po i tregonte për fuqinë e motorëve të avionit. Po. Edhe po i shpjegonte me ato termat e avionit, Stenaldo, domethënë një njohuri të frikshme. Ishte për këtë tyre edhe Luizi në bisedë sipër i ndërhyn dhe i thotë Stenaldo, po thotë mjaftuar shumë fuqi sa për zbritur për të ulur avioni. Pra po i tregonte që nuk funksionojnë gjithë në rast emergjence, dy motor funksionojnë me kaq kuaj fuqi diçka të tillë. Luizi thotë mjaftueshëm sa për të ul. Jo thotë nuk funksiononin sa për të ul, nuk ishin mjaftueshëm, po të paktën kishte drita në avion. Kishte drita në avion. Këta dy motorët funksiononin dhe jemi në aq fuqi sa për të pas drita në avion. Bukur shumë. Ne po ti ikin me dritat, vazhdon akoma. Ikin dritat në Shkozë, Jo. E kemi në 1 në 3 lajmet e javës këtë ikin e dritat. Jo, nuk kemi 1 në 3 lajmet e javës këtë ikin e dritat, po 1 në 3 lajmet nisim me të parë është që Shqipëria renditet mes vendeve europiane me më shumë ditë pushimi në Europë. Pse? Kemi më shumë ditë pushimi se sa shumë vende. Po pra, pse ne po dalim po punojmë të shtunën o vëlla. Jo, e po flasim për shteta, ka shteta jo, për këtë po flasim. Ka shteta. Ç'të thua te këto raste përveç se na ka bëu zoti Rista, plus do ecim me hapa europian. Po, edhe pushimet rregullojmë të parat, rroga dytat, pastaj puna le të bëhet çfarë thua. O Juli, më thuaj. Po ti je pro apo kundër? Proje. Rritjes rrogave për gjyqtarët e këta. Pro të rritë rrogat për të gjithë. Për gjithë, po për ne. Po për gjithë prapë, për gjithë. Po mirë për të gjithë. Thash se i ndan cat nënës atë babës. Edhe shtetet dhe privat, jo të gjithë. Okej, të rriten rrogat po jo çmimet. Rriten rrogat, rriten çmimet, për shembull merr nga 500-600 për shembull, vete banania nga 500-600 lekë. Njësoj bie. Sa banane? Po si mos ha banane unë? Po banana është shumë e mirë. Po letë ti e që është shtrenjtë lena. Okej, mirë, nuk ha. Me çfarë merr atë banane ti që është kaq e shtrenjtë? Po si me çfarë marr? Është treshe me pikësh nga ato të mëdha. Aha, është shumë e mirë. Në gjë tjetër brenda. Jo, është shumë shysh, po ja, ka i koha kur ishim gjërat banane, kanë shkuar në vende tjera, po flasim për lek, sepse lajmi i dytë është 1.5 miliard euro kursime në 2025-ën, kryeson Tirana, Durrësi, Fieri, qyteti i ëndrave të mia. Ki kontribon shumë këtu ti. Patjetër, gjitha lekët shkojnë në Fier dhe Korça padyshim, nuk e di pse i ka dalë nami Gjirokastrit, po Korçarët Juli kursejnë më shumë se Gjirokastrit. Nuk e di, ka qenë një Korçar që i thoshte këto Barcelona Gjirokastrit për të dhënë namin atyre. Po, sa i pas ka liru erma këto kufi do po mbien. Okej, më pak kursime në Dibër dhe në Kukës. Po Shkodra?
Në Shkodër kursimet e kthejnë humor, prandaj bëjmë përjashtim Juli. Vlora? Në Vlorë verës fitojnë ore, dimrit kujtojnë sa fituan. Ke parasysh punojnë ja 4-5 muaj ata, pastaj i numërojnë. Pra mund të themi që ekonomia është forcuar. Edhe portofoli është i dobët, Pra sipas statistikave jemi popull që kursen shumë. Tani sipas frigoriferit jemi popull që pret rrogën neve. Po mirë, rëndësika statistika. Po që në fundit ne jetojmë për shifra. Po njëshi. Po, dysh reali minut fundit 3+. Dhe i treti me ligj dhe zyrtarisht me dokumenta madje botuar edhe në fletoren zyrtare, rihapet TikTok-u. Si është mbyll? Ishte mbyll o burr, ishte mbyll. Pra mund të themi që 6 shkurti, se të prejmë tani bie që është botuar në fletoren zyrtare. 6 shkurti të shpallet dita e influencerave dhe viti tjetër jetë pushim? Po, i ditë pushimi? I bie që është pushim, po në fletoren zyrtare mungonte vetëm një neni 12. Sa thelli që nge fut? Po, të lutem, a do bëjmë emision Sigur do më marr rrok gjyqtari. Po jo, po shiko, do ishte shumë interesante të vija unë aty dilje ti i pandehur. Po them akuzat, po. Petencën, qa quhet ajo? Vazhdo. Po, Jul Urdha. Po s'kam bërë gjë, për zotin. Ke bër, po ti si di se çka ke bërë, se kemi fut net gjitha. Po ma kanë futur. Tani e kapet ti. Shpallesh i fajshëm deri në vendim 2, shko ke 313, pina i ragi rrushi aty. Po, neni 12. Scrolli pafund është i detyrueshëm për të gjithë shtetet. Scrolli është që qenë se u hap tani po. Ti kalon video me gisht, po, luj gishtin. Me gisht. Kombi mund të flej qet ose më saktë të mos flej fare deri në 4 të mëngjesit. Bravo ju qoftë, ky ishte një super lajm. Ndërkohë ne të gjithë që sharkuam VPN-t kur u mbyll TikTok-u, ai mori një boom edhe vetë ata që e kishin kriju VPN-n thanë çka ka ndodhur në Shqipëri që po futen gjithë këtu. Ndërsa pas datës 6 ata kanë shpall falimentimin se të gjithë kanë fshirë si VPN-ja si firmat piramidale. Po. Ka një maj pastaj thyen qafën. Kështu që qëndroni me ne, emisioni u hap, TikTok-u u hap, tani të shohim se kush do të mbyllet i pari. Bateria e telefonit apo truri jon. Çfarë thuare? Dhe me që jemi aty, lexova një meme për këta TikToker. Si lexohet meme shihet o burr? Meme shihet, po edhe lexohet si bënë me shkrim tani. Ka dhe lart, po. Që rrin gjithë natën në telefon. Pra për këta persona që rrin gjithë natën në telefon. Po. Doktor tha, kam probleme me gjumin. Po hiq telefonin, i thot doktori. E kam heq ta, po prap nuk më zë. Po mirë, vendos zhurmën e shiut, qetësohesh e të zë gjumi. O doktor, e kam vendos edhe zhurmën e shiut, por më duket sikur skuqet patate. Po ti se pas ke problemin me gjumin më birtha, e pas ke me ushqimin. Po si të rish zgjuar Julit, me uria se ndonjëherë ke parasysh nga ora 2 e natës fillon edhe të bëjnë zorrët grrr. Nëse do ishte të këtë të thoya diçka tjetër, po të bëjnë zorrët demonstrat. Ose të ishte fasha orare pak më e vonë. A kishte protestë sot? Po ku dëgjon, është edhe të ketë, më duket se kanë datë 10. E kanë kështu komplet masive. Për këto ngjarje që kanë ndodhur. Po nëse Champions League për të ardhur. Po ka dhe Prime nesër. Ka dhe Prime, po ti shohim mirë. Deri në 9 është mbyll protestë. Po mirë, por nuk ka problem. Nëse hëna nuk ju pëlqen fare o miqër, futini një mendje top se më keq nuk ka ku shkon. Apo ka? Në minim nuk jeni, po. Zartzi nuk ka, kështu që shijojeni si eksperiencë. Okej, është 18:15, është 9 shkurt 2026. Tani kemi atë fashën e bukur të reklama, sa reklama të bukura. Vetëm kur i shoh dhe i dëgjoj, vetëm i shoh kështu 50. Bie vetëm për të prish lek. Ikim dhe rikthehemi sërish vetëm pas pak, vazhdoni qëndroni këtu me ne. Sërish në transmetim të drejt për drejt. Sa bukur dukem kamer. Kape që kolegun. Hop! Top Channel ka be lajmin. Çka lajmi ti për të ka policia shtetit po dole ashtu në rrugë. Por jo, ne jemi bërë si dy personazhe kryesore të një krye filmi, krye ngjarje, krye drame, krye komedi, mund të krye komisar Katani. Po. E sa e ka qef ajo Monika Mirin, por mund duket sikur e mban me hatër, se s'ka mundësi. Nuk ka mundësi. Po nëse do t'i shohim gjitha këto, unë jam bërë shumë bukur sot. Po të sa të futem rol. Okej, DJ Ketos, na e pak bazën. Diku larg, aq larg sa shqiptarët shkonin me vapor në shtëpinë e Shakespeare-it. Në një mbrëmje të qetë, Shakespeare ju tek të shkruante një dramë dhe shkruajti Romeo dhe Juliet. Një histori dashurie, thon disa.
Disa të tjerë thonë tekat, e dy, të papjekurve që se dinin se ç'po bënin. Gjithsesi, versioni shqiptar vjen këtu në Top Albania Radio. Sytë e tu, me gjithë dritën që kanë parë. Me të bo babi, po të parë ka për të vrarë. Juliet, moj dritë e syve. Romeo, unë të dija të vdekur, Romeo, të doli emri në të gjitha portalet. U qova privori, Juliet. Portalet për pak lek të bëjnë edhe të vdek. Ku jam zgjuar kështu, Juliet? Aty ku një tabeli shtremër të thot mirë se erdhe në Tiranë. Po Verona. Verona ka ranë seri B, që kur e ka rraf Interi gyp bum. Po jo ekipi futbollit, Juliet, qyteti ynë. Qyteti, po qyteti aty është. Hyn Instagram se ke ofertë 30 euro vajtjardhje. Po çan këto borie makina, Juliet? A I ke zon rrugën ndonjëri? Jo, martohet njëri këtu te lagja. Po pse I bien borive? Sa mrapa ke ngel. Më fal. Sot boria është shenjë dashurie, që të marrësh vesh, ta marrë vesh të gjithë se unë e dua dhe I bi Boris. Edhe unë të dua, Juliet. Po jo ty, ore, jo ty, nuk të thash të dua ty. E kisha për shembullin, qa ka prajmin unë tani me ty. Juliet. E mrekullueshmja, Juliet. Dua të takoj sonte poshtë balkonit. Poshtë balkonit? Po. Po ku ka më balkon? Balkonin na e shembën, e kishim pa leje, nuk tha babi ty? Po mirë, dil në dritare. Në dritare? Se sa dukem ty unë? Serenat Korçare, ha? Ti rije në dritare, e unë në përkarshi. Pastaj, Të lutem ma thuaj një fjalë, se piva helmin që tani. Pje, hongra I unë një herë, bë, sa hamat presion. Juliet, Ha, as do vdisje për mua? budallje tjere, të vdesun për ty, pse në baruan burët e si? Ha, O, Juliet, per favore, dil sonte në dritare, e unë do të ri poshtë. hiqe nga mendja, nuk bëhet. Plus, ka 3 makinat parkuara para poshtë, ka edhe një karike që ruan vendin, edhe bidon ujë. Fiks, Juliet, unë do të hipit ajo karikja, e do të afrohem tek ti. Mos ma prek kariken, se ai që e vendos është një kokë shkret. Zihesh për I fjalë goje me të, Romeo. Atëherë, po iki të blej një dron, Juliet, ta ngrej drejt dritare sate, e të shoh teksa flesi po lumbesh. Lej këto tani, o Romeo, po më thuaj pse u ktheve e më hape përsëri plagën time të dashurisë. Unë kisha harru. Po që të marr, të arratisemi. Ta ratisem? Pse? Unë s'm ndjek spaku nga mbrapa që tiki. Po si do ta kalojmë Shën Valentinin të ndar, Juliet? Unë dhe ti jemi takuar në kohë dhe vend të gabuar. Hajt mundohemi të dy, më qafsh ti po thjerë ata dy sy. Jo, se kam bërë grimin, ma prishe, e kam vënë dhe syzet. Hajde Janë bëjmë tartan celebrim. kole, si ke pak to? Po, një moratanit. Hajde bëjmë celebrimin, Juliet, të na gjej ky Shën Valentin bashk. Apliko te I Albania, Romeo. Ta aplikoj? I Albania. Teknologjia. Pa atëherë të paktën martohemi fshehur azi. Sa shumë romantike. Vetëm se dasëm s'do bëjmë se shumë leko, Romeo. Kam punu gjithë këto kohë, ka ecë mbar, për ty I harxoj $1 milion. Romeo. Pse je kështu, more, Romeo? Ky ishte zora ime, jam pa ngrënë. Si jam, Juliet? Ku thore qameti, Romeo? Juliet, po unë mendoja se armiku dashurisë son ishin familjet tona, por tani po kuptoj që qengan shtuar, armiqt s'pas kanë mbaruar. Romeo, ik para se ta marrin vesh prindrit e të çojnë në Gjermani të punosh atje, se pastaj vjen dhe ai. Kush? Ai që... Ai me zero, Romeo. Juliet, Period. po unë për ty do luftoja dhe me shpata. Mjaft me lufta, man. Po, filloi babi përsëri. Çfarë filloi, Juliet? Babi zihet në TikTok me babin tat, hapin live e shahen, hapin sfida. Avion, thot ai yti. Tritol, thot ky imi. Thot ai joti, prap. Po, Juliet, ta sikur t'jen nga fushkruja. Pa shikoj Ne nga dashur. lash jemi. Po. Shikoj dashur, rrezet po dalin. Prandaj më duhet të iki e të rroj, ose të ri këtu e të vdes.
Të rish këtu dhe të vdesësh jo. I kam anë se s'kemi gjë me umare dhe me policin, aman tani. Pra, eja, vdekje. I ke dreq, i kse o zbardhë se këndoj gjeli. Po ti? Pulave, u ka hijet kakarisin vetëm në kotet se Romeo. Ik të shi. Kat, e kemi. E kemi, okej, hajde rikthehemi sërish të, çana ke bë. Juli je i vetmi shok që më bën mu të bëj role gocash. Rolet e burrave i pengjis, puna është për të grave. Bravo. Shkova bukur. Duar trokitje për ti, po kishin pyetje nga salla, nga çunat. Për ty e kishin. Po. O çuna, gjithçka mund të ndodhi, jetojmë në Tiranë. Okej, në rregull. Mirë, do të shkëputemi sepse kemi muzikë shumë të mirë që për këtë merret ai. Pas reklamave, po sigurisht pas reklamave, do ta thoja, po pas reklamave. Na e shkuli veshi DJ Ketos. Kemi reklama, pastaj muzikë shumë mirë që e përzjedh po ai. Rikthehemi vetëm pas pak. Kemi live këtu në Top Albania Radio, në Top Fare në këtë të hënë, në këtë fillim jave ku urojmë një javë të mbar të gjithëve, edhe pse është java e pothuajse ka nisur java e dytë pra e këtij muaji shkurt që vetëm i shkurtër nuk pritet të jetë. Gjithsesi, çuditëra ndodhin nga bota, çuditëra ndodhin edhe këtu në Shqipëri dhe një nga çuditërat nga bota është një trend viral ku gratë po paguajnë mijëra dollar për të uluritur në mes të pyllit. Pra, do të nxjerrësh nervat, sa ti nxjerrësh në shtëpi, aq po tepër këtu që i kemi shtëpiat shumë afër dhe pallatet dëgjohesh, edhe po të gërhasësh, jo më të përtasësh, ti mund të shkosh në pyll dhe quhet rituali i tërbimit. Më duket një nga këta që vërtet. Alo. Alo! Qetëso humor zotëri, qetëso. Mirë mbrëma si fillim. Mirë mbrëma! U lirove? Jam i qytetar shumë jasaruare, jam bashkë shumë me avokatin timere, Napoli që ka avokatit e re. Një minut, shpun ka mund me avokatit, qa? Pse je jasaruar dhe që duhet avokati mua? Do jem në gjithë të pëshellit! Qa do bëshër, e? Do jem gjithë të pëshellit! Pse? Ju ka pa gjithë jetën e re, po qëtullën e te pruat e re, Po që bëm, more që e te pruam? O e rifutet Big Brother, lojtari me të ma gjitha korave, o në shkatrua sistemin jetësorëre, për jetë e ty, Ljuvis! O zotri, pa jo ishte surpriz për publikun tani. Surpriz? Po. Unë ka priterin 2 natës e rekur, po futet prit, mësuri gjumi, më zjoj gruaj, qa ore pe u fut shuni thare? Po mirë më... me vërtem nga fjerire, po më djem si nga shkodra talire. Po mirë më 1 minutë tani, se surprizat gjithmonë lihen për në fund, se po u dhanë që në fillim kuptim ka pas të. Po në fund, kur more fundere, pas zo publicitet, i thoja grua sa një futet qyre. Po. Shkoj ora 12, më thoshte, ja se tani do futet qyre, i thoja. Shkoj ora 1, më thoshte, u bëra gati ti sem ta, Po thash, 100% tani hy, shkoj ora 1, sa gjobë. O hyra i ose dalë unë nga shpia, qa thua ti me no, që i thashu ne? Dhe çfarë ndodhi? Po e dolja i ore se s'po tilte dhe shkallët, e sa dolja i dhe shkallët hyrje, vla. Për shqyqyrë të pak të pas ke thirë dhe që nga këthy. Jo. Si jo? Po ku kisha mendje unë të ajo në atë moment e grua i këne hyne prape e ka bilet kësimje. E kisha mendje të Big Brother, të Luizje, të Pankolare. Po shumë e ndiqke një Big Brother në mërzotrisat lini dhe grua në tiki nga shpia. Por jam bequllër, jam ftore, top channel ka pe live-in e blini i laches e bibu zerje, re. Po tani, se më duket po nga gënjen. Tani, a thej që po e shikoje në shtëpi? Çdo ti jashtë, që ke lagur? Ore, në shpi po bjente shire, frynte ere, e levise antenare, sa levise pak vërti se gruaja, i në regulloje se toni e të shpejtere. E vrap jashtë në balkonun e se regulloje prishe i prape, mo që trurin e, po pres rogën e re, apo nimin e re, mi jep në i ofertën, Po ofertën e ke mërzotri, për shë Valentinin e ke ofertën, vetëm ndiqi ofertat, s'po ti në duket s'po i dek vetëm Big Brother, nuk dek ofertat. Po unë e bërë aplikimin, Po pra bëj aplikimin, bëj dhe pagesë, se s'është vetëm aplikim. Tani,
shiu ka rënë, se do bjerin tokë të vetë, po shiu ka qenë dhe si sinjal bereqet, pra do eci mirë çdo lloj gjëje. Herës tjetër kur thoni pas pak, na thoni me orën tonë re, jo me të gregut e 1 orë me vones, jo ça beni re na fiksuat re. Ore më les zemra re kur ka televotime re. O zoti i madh. O zotri, Gimi e kishe emrin? Jo, Po si? Agim. Agim, zoti Agim, tani. Edhe televizioni duhet ta kuptosh që ka suspancën e vet. Aq më tepër në një program si Big Brother ku janë të gjithë sy e vesh aty. Gjithsesi, me gruan ç'ndodhi më u kthya, do kthehet më shpejt, si e keni? Oj, qoha mesazhun e se me sere. E kam afrofeun, qote edhe nuk paguan lege. Mos u mërzit shpi, po ishte Prime Forti, thashere. Po, Prime Forti ishte drejta me thonë, pa ajo çat ktheu. E di që më thare, jam në nominim për divorce, më thare, pra ndaj do jem në gjyqere. Bo, qetso, zotëri, qetso, mëse që ka bërë vërtet serioze situata, po. Ora ndave nga gruaja tjere. Po s'te kam darë. Tuli, qa jeti e? Ti duhet i kishe shkuar mbrapa gruas atë natë, ka që burë. Ore, dola unë, s'kishte ke mrobi jashtë. Doja të gje një rob të pyesja hiqa si e policia s'mapte telefonin, are. A më seriozisht as policia s'hapte telefonin, po pse? E di qa më thoshte, are. Ha? Për momentin nuk ndodhemi në teren. Lini mesazhin tuaj e ju lutem, ju marrim pasi të solte Dioni natën e mirë dhe pacifat. Ua, mi pësori, are. Më duket këta që nga në fansat mirit, se s'ka mundësi. Po si ja bëre? Jetë Monika, are, pa i s'pa e koptohen, are. O, zotri, mos u bëj opinionist, po si ja bëre me gruan? Uaj, les mua ti e ti faj beu në arbri në hatek për stekere. Unë di ca mendime që ati si vinë kokë fare, re. Po nuk me njëri mua më pune sa ti unë nga fjeri kam baruar bigu e vla. 1 minut pra me gruan nuk na the ç'bëre. Po ti qa pa ditje, qa e ti? Do gotë ti, ta tregoj gruan time une. Nese, po ta tregoje. Se erdhe për qarë hallin pra dhe po të ndihmojmë. Telefoni s'ma haptere, i qova mesazh prapare. Gjithë shqiptarë të bëjmë bashkë pare top të qenodis, po ne kur do bëjmë bashkë i thashme. A, sa e bukur kjo, shumë kështu kuot interneti. E qatë ktheu e? Ma lasin. Oho. E ti e ngrit, në kam kur vi u shpi, ngrish kur flet Ledioni më thare. Pse u ngritën këmë si kur foli Ledioni? Po normale ne kemi him një në shpisat e, po mirë, të shiko tani, ajo ka pasur drejt. S'ke pse ngrihesh këmbë ti e shikon dhe gjon edhe ulur. Kur thuhet sot është momenti që keni pritur me shumë ti, duhet ta respektojmë si me qenë ngjarje kombëtare re. Unë vetë dorë zemër e vlla. Aha, imagjino ç'bëgë ti kur thot pam pam. Tani. Ore pam ai bam unë re. A do më gjosh një këshill? Fole, se ka me lek dhe gjive të në. Shumë mirë, qoja edhe një mesazh tjetër. Ta dhe fej. Po qoja një mesazh, thuaj ktheu, të lutem, ktheu, bëra gabim. I bëra i qova mesazh zanore, re, di që i thashe? E u të kjo zemër që të do ka shumë. Po edhe... Për të një darke, do marrë artan kollit të këndojere. Po kote edhe aje ka të shmimin dhe lartë. Ku kapet tan kolla tani pas Big Brotherit? Tani po martohet malsori. Po martohet malesori. Po baleset mori, sa beri re. Tani e ka bërë po martohet milionerja. I ka tani se do flasë me shefit marrë leje për të mërkurën e vla. Leja për të mërkurën, do dalë shkërkosh gruan? Po kemi të martëm prajme re, do rrim prap djerë në 2 natës e re. Po Luiz, po i them avokatit prise pak, se do pres derit martën, po në alat pa gjumë prap, do ju jetë në gjyj me vërtere, more vesh apo jo tjere. Morëm. Do mundohemi që ta mbyllim para orës 2 dhe edhe ti t'jesh pak më i qetë. Natë në mirë tani. Pritere! Se do të mbyll me një thënje. O, bo, edhe ti me thënje, një bërë gjithë me thënje. Ha një herë ta të gjënë. Prit, duhet më japi që suspans, këtë ditë gjokerit. Suspans? Po është kamera ta shof. Pum. Ate, që ta bën Big Brother, s'ta bën as Perëndia. Fiksoj është tu e pa e ti grue nga shpia, natë të një dhe pa që
e mirë, pa çfate dhe ti edhe shikoje Prime nesër, po më shumë se sa Prime shiko gruan se më duket nuk do të kthehet më në shtëpi. Të ka bërë dalje, të ka sjell zarfin e zi. Se doli me rim, s'do të kthehet më në shtëpi, ka bërë dalje, të ka sjell zarfin e zi. Ku je Angelo francesi? Je voudrais le monsieur shisha de rë. Man atë. Ça video e brillante ka qenë. Është kujdes me theksin chez amis, chez voudrais le monsieur du cœur. Është 18:05 Tan kola apo bëhet nami tha. Apo sultan, vërtet. O nami është tu boj jashtë rrofsh vëlla. Po e çoj 20.000 euro tani për dasën tani Rrimne prit tanin, po bukur Ti je vetëm ndraime. Ç'a kemë kush është i këngë tani? E tani të shkojmë, se dim, nuk e dim. Okej, është e 52 ora. Duket se që i ke syze të si akuarium. Se ka dhe mjekull, aty ka delte në një bulës kështu, bukur shumë. Okej, kemi Senofishtën në pjesën e dytë, ai ka ardhur. P2 është në pjesën e dytë Seno. Ka Seno me rafishat. Po, do kënaqem edhe do e pyes more çka këta shkodranët që janë kaq të mirë më burr. Ke vazhduar ke qef të rish me A mund të bëhet Big Brother i pa shkodran? Jo, s'ka shanse, por këto edhe për më shumë të tjera ne do të ikim sepse pas pak janë edhe lajmet, i dini vetë ju si vazhdojnë gjërat. Juli, takojmë te pjesa e dytë. Po, do të takohemi, kemi edhe një orë për ta bërë. Pipi kafe. Hajde, ikim rikthehemi sërish vetëm pas pak. Shefi bëhet me shkodran, arum shkodrec. Mojto marsha. Merën tonë dhe knaqë dynja. Nuk kemi Bujar Xhamilin, kemi Senofishtën! Respekt e Seno. Si është të duar trokazësh për veten o Seno? Është një satisfaksion shumë i madh, domethënë. Seno kujdes mikrofoni. Seno jam të lutur kur nuk po i vë kufjet, pse i mban qaf apo kot me Po kot përse del mirë në foto. Trendi më A trendi që të kapi kamera bukur shumë. Si gjimnazist. Unë jam i vjetër në moshë, po domethënë duhet më njëkë këtë trendin e ri, a? Trendin e ri, po i ve me që vej se dëgjon edhe bazën është pak më vonë, e shes si ndryshon zonin e bukur. Ha ma be, radioet mo. Bazo po çaparaj. Zëri na ka Zo se sa dush ti. Juli thuja do llafet e bukura se kemi. Po çdo do emër Shkodra dihet djep humorin çdo Big Brother ku ka kanë Shkodran tha tana i kanë bën. Tana i kanë bën. Po. A Seno? Është e kam thënë edhe them jo se jam unë Shkodran, por Shkodra kuda ku rrin, kuda ku shkon është, domethënë si më duket mua sikur është pasaporta shqiptarisë. Apo për te modest. Po si ka mund të bënin ai lëndë shkollë ekstra ju për shembull, bënin ai qeshje tavoline. Po se di, kja është një merit e brezave ma përparshëm, si çdo gjë ka një Shkodër, opera parë në Shkodër, ekipet e sportit në Shkodër. Vazhdojnë masajna të vazhdojmë edhe me këto, me forcimin e diktaturës, hapja kishave, xhamia. Gjermani fundit për ande iku. Po ç'a dive ç'a bëhet, aty shkojnë, vinë, aty është një pikë strategjike. Shumë e bukur. Krapi aty e. O ç'a do. Aty s'viz vetëm për Maraklit. Po. Ose si fillim dita jote ishte top-topja apo top fare? Si të shkoj dita sot? Sot mendoj që si gjithmonë top tip top. Okej. Tik me drita fikë. E nisim top e marrojmë fare. Detyrohesh gjatë ditës se në të bësh gjëra që mbase si kishe planifikuar ose për shembull takon një shok edhe detyrohesh të prishësh planet, je kështu tipi apo i qëndron strikt? Ashtu ai kanë Shkodër hypan kuma me hongër fiç, domethënë nisna për kafe, përfundojmë kurs të Vrenuzit. Ose no, a ke ndonjë pyetje që nuk do të ta bëjmë sot? Po bani tana më. Po jo, ne thjesht dalim borxhit më që në fund. Po fotja më ta lasin. Si. Më rregull. E kishte edhe nga këto që nuk i vin dy herë, nuk bëhet me tik blu. Apo e kishe me tik blu. E ke heqja tik blu mar burr. Ja ka bë menaxheri më s'dëgjoj. Konfirmim, fotja ship o vëlla. Me konfirmim, ja ta shofte mesazhet e fundit me e kam edhe orën, e kam edhe tani jam korrekt në kështu. Po, e ka, ja dëgjoj mesazhin e Senos. Arusha, çfarë vëlla? Unë të poshtë jam. Arusha, qa bore vlla, unë këtu poshtë jam, nuk ka faj Senos. Ose no, i e rikthyer sërish në realitet apo kur ecën shef në një kamerë ose ja bën kështu për mikrofon,
Kur shkon banjo ruhesh po e ul ata. Ose no kthej çikokun aty se po na bëjmë video. Bëja pak me dorë se e kemi për Reelsat dhe për social ata. Respekte! na gar shkodra. Okej. Tani vazhdojmë. Jo, po ja, se vrasim fort mendën, domethënë. Si thosh ke dal nga bota e shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Po, patjetër, domethënë ja kthye saj për ditëshmërisë, janë ata ndoshta kanë ditë e para ose orët e para tu kontaktu me tan, pothuajse që më kanë shkruar, mos ai kjo pjesa e kamerave këta, nuk as e kanë vrarë fort mendën. Ti më shifsh edhe aty. Po, gishtin hum ka. Shumë e bukur. Po, e bukur. Shumë e bukur. Si thot populli. Ishte se e fusi e bukur me stil. Nuk ishte një bosaçme. Po dizove një është valla spontaniteti, një është që është janë më shumë. Po në gjumë kishe lëshuar në një të fortë apo jo? S'kishe lëshuar. Po flas në gjumë. Flas se unë këtë hall kam, nuk sa se kontrollon dot. Po besoj është i fikur mikrofoni kur jeni në gjumë apo jo? Po i fikun e ta ketë lënë do njëri ndezë gjohet. Po pra fiksi çon zhurmën edhe me mikrofon tjetër kuj. Okej. Interferonta. Ose no, po shohim dhe po kuptojmë që sa ka Shkodra në shtëpi, pra në Big Brother, sikur ka më shumë gjallëri. Se di, ndoshta është diçka. Apo shohim vetëm ne këtë. Në edhe në xhenoze mundona, jo mundona, po në xhenoze Shkodra ka përllu humor, domethënë edhe në rastet vdekjes, edhe gjithkund. Po varësisht se sa është ajo doza humorit e sa mund ta kapin masa, sepse thojmë na edhe Shkodra ka një lloj humorit anglez, na kus mundën edhe me bë me qesh ose tu nga smundi ke tjetër na filloj me thojmë marrina tona, tallna me veti, vetëm me dona dozën e humorit me pas për çdo ditë. Edhe mendoj që patjetër këty në reality show i duhet patjetër i Shkodran, po për shembull ne që kemi origjinën nga Shkodra, po hajt se po mjafton edhe shkollën e me pas marrur në Shkodër ke marrë atë. E ke marrë, po s'kam asgjë më veç origjinën në burr. Po mjafton. Mjafton, Okej. Po ne jemi dhënë ndërlezhe, afrohemi ndaj çik apo ka konflikt. Ku e ke bë dashme, duhet me bën Shkodër. Jo, se grabo. Banë Shkodër edhe infektuesh. Tani na ishte kureshtje, Shkodra quhet nga ura e Bashallëkut dhe brenda apo mund të kapi edhe në një bushat, në një krybushat, në një barbullush, në një gjë kështu. Po tash Shkodra ka, domethënë ka edhe Shkodran pe puket, si e thojmë na ka çarku i Shkodrës. Ka edhe ma nëse bushati ka. Okej, domethënë nuk është se të paragjykoni nëse nuk je nga ura nga Via Verdh, domethënë brenda Via Verdh. Jo, po. Okej. Ka shumë figura personazhe që se ka njerëzit ka një diçka për shembull, është prej shumë larg, po thojmë na ka para gjyku ose prej malsi, e thojmë na. Hapa kë fiksa ndonjë. Po. Jo, kur është i mirë thojmë Shkodran. Ja, e ka thënë një herë Bizverdha, o vllazën, Shkodra shumë e vogël, pa malsinë, pa dugaxhitin. Shkodra komplet çarku i saj, kështu që janë vlerë. Mu kujtua nga seno ajo që edhe në për varrim apo në raste po themi kur nuk është për të qeshur, ata prapë e kthejnë humor. Ne çfarë bani? Është i smur ka pas. Edhe i urojmë shërim shpejt. Shërim të shpejt dhe kishte shkuar dikush ta vizitonte këto ditë. Edhe ishte bërë lajme, kishin bërë kështu në formë shakaje. Hanejo, si ndihesh i kishte thonë? Se di mor pyetni makinën, ajo vra më shumë. Shkëra makinën ka perla, është vetëm që edhe emisione si Portokallia po shku batutat e tia, humoret e tia, domethënë Shkodra i ka bërë shumë atë njerëz se s'ma merr mend që s'ka Shkodran që s'ka qesh një herë prej Nexho Shabanit. Po, e drejt. Hajde japim një dorë tërkite dhe i urojmë edhe një shërim shumë të shpejtë. Okej, jemi fiksë momenti për reklamë. Si e ke marrë me reklamat? Pëlqejnë kështu kur i dëgjoj? Po, jam ashtu dush. Ti e di Arusha. Ça dush, ja fus dush. Ja di vetë çfarë me mua. Një Arusha, unë këtu poshtë jam. Okej, ikim reklama, rikthehemi sërish vetëm pas pak, vazhdoni të qëndroni këtu me ne në Top Fare. Live. Jena live. Seno more djal Shkodran, ti atë që ban nuk e han. Krejt e bukur. E holl. E thellit. Jo anglisht që ishte irlandeze. 2 sekonda dhe hidhej. Është mirë tani mëse. Kur kemi qenë të guximshme me Manushin pas Seno. Po
Ke bë bejte shumë të bukura. Sidomos aty kur ishim te restoranti, ça bejte, ishte fantastike fare. Si mua e mend të se duhet marrë edhe kështu. Se ça the me daj, mund të shkosh me daja me nipa e me mesa the ti. Te restoranti, po të shpreh. Po, te ta shpreh. Te se fundit. Po. Ka qenë titull filmi, po. Ajo që te se fundit. Ishte shumë e bukur, sa po kënaqemi, nuk e di. Ore, ky seno, kudo që shkon shpërndan pozitivitet. Për shembull, që kur u takuam atje te guximshin, ne? Hajt Manusho, kudo që je, po të përshëndesim, se faleminderit që na ftove. E përshëndesim Manush. Po, përshëndetje ti Juli Manushin. Manush, përshëndesim. Ashtu, bravo. Jam me çunat këtu. Po. Edhe që kur erdhi filloi me ato batutat e veta, ishte shumë i mirë, edhe duhet mbetem tek ajo e Shkodranëve Juli. Po tani se no, e ke ndjek në çik këto kohë se s'kam pas aty as martën as shunën. Po, ka pas momente që domethënë në prime edhe nuk kam shku sepse mendoj se tash po duhet me kanë edhe eficient, mos me shku sa me boja, si më thonë. Ti je sa më i dashur për publikun, sa më rrallë, ndoshta edhe më mirë. Po e kam njek, po atjetër e kam njek, sepse deri dje kena pas tash edhe shok tonë, miq tonë aty që u njohme, plus që është edhe një Big Brother është një reality që duhet me falenderoj herë për mundësinë që më është dhënë aty, një falënderim veçantë kam për Petra Goricën. Duke që ke emocione. Po, e përshëndesim. Respekt që edhe për Meridian Ramçaj. Po, shokun tem që më ka marrë Instagramin pas i lloj interesit. Si dhe asin lekë. As i lek. As nuk i thash ti kam, domethënë, as me bërç, as me listë, as me clearing. Po më mirësore, se jashtë edhe pjesë i grupit tifozëve ku janë në Vllaznia diaspora, po. Jam shumë mirë njohës me Gjanit. Ai ka marrë në mënyrë më dinjitoze. Bukur shumë. Tim Orseno, tifoz i Vllaznis, hyn në Big Brother i dhe lezet shtëpis. Bravo. A do të bëjë, Bravo, qof. Kjo ishte shumë e bukur. Deri këtu në Gjuhadël shkon. Madje ta po e shoh. Kështu avash lesh Gjuhadël vazhdo. Ose no i shpëton gjove policisë pas daljes nga Bigu? Gjobave të policisë i shpëton pas daljes nga Bigu? Po, faktikisht se këto janë ato të mira të policia që do të sa kemi pas aty. Po, thanë në fakt tha ky i Bigut, po kishte me mvu gjob një 25, në fakt vuni një 50 se ishte prej fshatit Kristit. Ma vuni dopjo. Po, nga Kanina. Kaç bukur i pshtova. Se më njeh fati gjithkund. Ishte nga Kanina, po ti tundje si Selina. More se në tunde. Me 3 vargje bani recital, bravo qoftë, kjo është talenti ti. Normal. Unë mendova në fakti kanë luje vetën Kristi luje, se a ki pas Elviste. Po. Edhe këtë mund ta bëjmë tekst, mund ta bëjmë. Po me dhëmët që i ka shumë të bardhë, për shembull, nuk e pash ti që i brende kështu sy thash, mos të vrau shkëlqimi apo. Ai ka bë llamp në hidrosanitare. Si do llamp. Edhe për aq bukur se ai ka mvu llamp, të thash edhe mbik. Më mirë të kishin vuj shqep. Ishte këtë më fine, apo të ndisha më tërheqse. Ose no, imagjinojmë, supozojmë që je akoma në shtëpi. Është një pyetje që i qarkullon shumë nëpër internet këto ditë me rihyrjen e Luizit. Sheh atë klipin që do rifutet Luizi. Cili është mendimi i parë që të vjen? Nëse do ishe në shtëpi. Nëse do ishe në shtëpi. Do konkurrent akoma, po. Mendoj që po të isha në shtëpi. Se shohim ca që u habitën, ca hapën sy, ca u trembën. Ata a din kush mund të jetë tremb? Ata që kanë hi vetëm për me fitu për çmimin. Kurse unë e kam deklaruar, ndoshta mund të kisha nevojë më shumë se tan, por hina aty për çmimin. Unë hina për gjëra të tjera. Unë as më shumë kur është patriotë jemi, sa dallë me musulmun sikur du me mojt në shtëpinë, se jam i lokalist. Domethënë edhe po të kishte ardhur ka pas ta momente që ka rënë muhabeti për Luizin, edhe është kënaqësi për mua që ka bë një Shqipni tonë mas vetit, po të regan edhe të shihini për interesin, për lezetin që i la shpis. Patjetër. Edhe është një vlerësim që vetëm me kenë njëri shumë i vogël mas me Allah, patjetër. Ti japim Cezarit atë që i takon Cezarit, po ti japim Shkodranit atë që i takon Shkodranit. Ja japim Kalen Rozafës, po. Se no, qa doja me të thonë në ty tani? Doja me të pa fjalë, me kupto që i pak ti ke, Po që knaqme në top 5. Bravo, shumë
Shumë e bukur, shumë e bukur. Si ishte herë më Këto se na parë. duhet për jingle. Po, i kemi jingle. Pa bëjmë kështu. Herë pa lek, e herë pa parë, se gjithmonë pa lek e pa parë. po. Herë pa lek, e herë pa parë, o çuk Na nash qëm në top top fare. fare. Bukur, shumë e bukur. Tani e kujtova se çfarë do të pyesja. E zëm se do të kishe fituar çmimin e madh 100.000 euro, 80 do merre se 20 janë taksa. Po. Luizi ta kështu. Se i dha tan kola do t'i ndaj për gjysmë. Si u fiktari tani kishte pensoj do të na i dhom në shtëpi. Me 80.000 euro çfarë do kishe, si do t'i kishe shpenzuar? Po na thuaj të drejtën. Unë drejt kam pas shef bashkë me atë grupin e sepse aty ka 20 aty në tifozave vllaznia diaspor. Kena pas shef me marr një iniciativë ku digja vet. I fushë vogël sportit o diçka ku digja vet. Se ndoshta ata 80.000 euro se të dalin as për fusha shohut. Po, tamam. Po diçka te sporti që të mesin. Kjo llorata është nga tifozat e vllaznisë. Jo nga se në fishta, po I kishe hedh 80.000 euro për vllaznin. Bilet më hapin na kush bërsh se bëj helli prep. Me vërtet për vllaznin. Ja kishe hedh vllaznis njësh për shkak apo ja kishe hedh kështu? Ja njësh. Okej. Është më mirë kur lun jashtë. Ja më ka. Është 3+, që të bëj luzi. Ja, diçka që me ta kupton, në fakt kena lloj plan. Po se di se sa do arrihet që si grup tifoza që jetojmë diaspor me marrë një prej ekipeve të sportit me kotizacion mujor, bashkë me fondin e bashkisë me mujt me nxjerr kampion që me bë diçka si tifoza. Kjo që e ka e bukur shumë. Po, që di, shohim Por si ka mundësi, mban mend atëre kur thoshte Iliri që i dilte te kamera, Aston Villa mish. Kjo del 3+. Ore, do të që dolën ato? Po dolën, po ku doli jashtë? Si doli jashtë? Tu më shkru mu, Allah, thuj mas flasim mas e na morin qafë. Sa e madhës. Është i madh. Okej, bukur. Ne kemi dhe një lojë, po nuk do arrim akoma të lojë, se kemi një ca pyetje shumë të bukura për ty. Po vazhdo, çaj këtë. Po para se të kalojmë aty, se një shkodran duhet na japi Barsalet o burr. A keni Barsalet që është kështu për mekje? Na i të shpejt. Është fiksa i moment na bë qeshim. Na i të shpejt. Po ba them. Po vure në siklet, vazhdoj me këtona. Çka kam kalu në jetën reale vetë, mos e çaj. Ke kalu në gjë të fortë? Ky gazet tano banushi. Për shembull në jetën reale kam pas i moment ku domethënë me problemet ekonomike. Edhe më thëtë, me pagu vi njëri jemi, edhe I kishte babi gjyshe jemi pas 13, I kishte thonë, po është gjinin që të kam lonë mja kry senës, edhe këtë halë. A dënë të mos s'kalunin 2 muaj unë dramë tjetër, edhe, më thëtë në ta ka në njëri, mërë vëka bëndët mërë herë, më ka po, nëna tha betha, po është gjinin që të kam lonë s'ti kry ma, ka gjinin tjetër. Pas ka ti gjina, po. Normal po. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Ti do e kishe bët njëjtën gjë për shembull? A do në edhe tjetër? Ha, pa, a ke përjetuar edhe këtë? Po morë për të edhe tjetër për. Ai çu hap thesh. Edhe po isha tu la Sti ja kam thënë, s'kam përmendur se kam thënë. Ku dim gjëna? Tu laën, si kisha bërë fëmijëve diçka më hëngër, edhe po merr shak në kamerë, ja mylli. Edhe marr shumë me telefon se s'do shumë po tu laën. Edhe bën muhabeti Angelës për shembull. E myti më thon gruaja tu ndru perdet e tu pastrua, tu bë. I thon vetëm masma. E ka fut me Lallend, unë me sfëngjën dorë. E fut me Lallend, po I ke gabon legën kret me thon. Po ti është tallesh vallin tat. Po. Zakonisht kur I lan enët, se no? Unë zakonisht I laj enët kur bëj gabime. Unë bëj gabime lava enët, por sa jam la dia. Unë I bika me bë gabime për ditë. Ti lage për ditë. I lan për ditë enët, I pandrejshëm. Po ti Juli kur I lan enët, kot pyesim ne. Kur më thon? Na mirë. Ti e ke kështu me urdhë. Po kujtun. Zbatohet nuk diskutohet, Shkodrana ka thënë dhe këtë. Kemi reklama, po patjetër. Por kemi bëj qesh më kur kemi reklama. Po ka që po ta lën qesh është. Reklamat po na mojnë me bukë. Bravo. Një dorë për reklamat tona I paçi me jetë. Shtoni, jepini gaz. Okej, gaz e hare siç dim. Vetëm ne. Ikim në reklama, rikthehemi vetëm pas pak. Sena është këtu, kështu deri në orën 8 këtu e keni. Jemi gati o DJ Kedos. Se Sena mund të ketë bal lojna, mund të ketë lig tape, mund të ketë bal gjana.
Ti Seno duhet të bëhesh gati sepse kemi përzgjedhur për ty 30 pyetje djalë ku ti duhet përgjigjesh me një fjalë, por nëse thua 2 ose më shumë, ne të rikthejmë te pyetja e parë dhe kjo lojë nuk mbaron kurrë. Po vazhdojmë arrimit. Po e kalove me sukses ke 2 leshtit sigurt apo. Po, nga Vrenozi. Nga Vrenozi SHPK? Po, vetëm ai di, vetëm ai. Vetëm ai çon grë. Harrova pasaportët me çantën e vogël, e harrova. Oj. Ej, Seno, loja fillon tani, je gati? Po gati. Po mo gati, ai si gjithmonë a fjalina që. Një fjalë ta marsha. Gati. Okej, je gati? Gati. Gjeja e fundit që hëngre. Po hongra 3 katër zona. Po. Ja. Ira gongu tani. Sallat, grosh. Ti ke 10.000 euro. Njërin duhet më thonë, Po, grosh në shkruaj. Po mirë, tani kthehemi prapë nga fillimi. Okej. Je gati? Gati. Gjeja e fundit që sëngre. Hamar usha mo mos na gatro. Se të kom Sangra uj. Po. Po i shpirt, thuaj veç i fjalë po i zemër. Po tani kthehemi nga fillimi. Ktheu më bre. Gjeja e fundit që hëngre. Grosh. Është i madh se mendohet. Hera e fundit që bëre sherr. Një fjalë. Zbaj korma. Zbaj Po, bë roman, bë roman. Fjalë më një fjalë nga koka. Ose na një fjalë. Gjeja e fundit që hëngre Seno. Grosh. Hera e fundit që bëre sherr. Mbik. Mbik. E kam apostrof, i falet shkodran. Po. I kafshon thonjë to Seno? Jo. Okej. Je kokfort nëse po, mund ta thyesh një pjatë në të? Jo, tha, okej. I ke lënë ndonjëherë punë të tjerëve për të marrë me punët tua Seno? E holl. Shumë e bukur, ke ide bukur. Tani është një trash, atë pëlqen komshitë tu? Varet. Ke ndërmend të derë sot të bësh tap lonz Seno? Pja. Okej. Digje shumë në verë, nëse po, a lyhesh me kos? Po. Kosi hajt apo pijet Seno? Të dyja. Të dyja. Të dyja është fjali ideal. Po bënë marr bosh. Po si për Si ta bëjmë ti shtyp me spisin. Marrim 4 ngjyrë shive? Seno, gjeja e fundit që do doje të haje. Çmimin e madh. Ishte e Vesh bukur. bajame jo. Bajame. Hajde bajame. Hera e fundit që bëre sherr. Mbik. I kafshon gishtat e këmbës Seno. Jo. Je kokfort nëse po, mund ta thyesh një pjatë në Jo. të? I ke lënë ndonjëherë punët e tua? Po. A të pëlqenin konkurrentët Big Brother? Po. Ke ndërmend të pish sot? Pja. Digje shumë në verë, nëse po, a lyesh me kos? Po. Kosi hajt apo pijet Seno? Një fjalë. Hajt apo pijet? Hajt. Bukur. Ose no çaj ti, i bukur apo i zgjuar? Shkodran. Asnjëna. Asnjëna, okej, bukur. A je i lumtur Seno? Shumë. Para, dashuri apo pound? Dashuri. Futja kot. Puthja e para apo puthja e fundit Seno, se ti ke puth dhe shputh e julin çfarë? Po. E ardhshme. E ardhshme. Aha. Ku pritet të jetë puthja e ardhshme? Një fjalë se të kthejmë. Mbuzmur. Mbuzmur. Këtë mor idoli. Ta falim këto se gjuna. Kush e kthe prap se na doli grosha nga veshët. Çka ke? Grosh. Okej, mirë. Vazhdojmë. Të pëlqen ushqimi kinez se po do të haje një zhapik që kalon urën e gjuhadolit në kam. Ja. Duhet jetë me bicikletë. Ose në më mirë të thot, zemër, shpirt apo? Shkodrani jem. Pse fshem e kem atë? Shkodrani jem. Zemër, shpirt apo? Shkodrani jem. Këtë me pasirma. Pa. Këtë Si tusen. Ashan kush e lajmet. Pip. Ja. Okej. I ke fshirë ndonjëherë hundët me mëngrët e trikos? Po. Seno i bie ndonjëherë qylit shkosh tash ti kesh pa paguar. Pas bikut. Kur s'kam lek. Kur s'ke lekësh fjali tani nuk s'fal Seno. Po Seno. Mos a fot këtë. Po ishe shumë afër. Se në ndroj, mos tuj ma grosh se filloj me ardher. Kishe edhe 32. 30 kanë total, po dy ti shtum ne. Je gati. Vazhdojmë. Gjeja e fundit. Grosh po. Edhe jeshtë të tha pra, po hiqi më këta. Seno gjeja e fundit që hëngre. Hera e fundit që bëre shet. Shpejt. I kafshon Seno? Ja. Je kokfort Seno? Ja. Seno i ke lënë ndonjëherë punë të tjerëve Seno? Jo. Ose no, atë pëlqen Kristi? Shumë. Ke ndërmend të dehesh sot Seno djali? Pja. Digje shumë në verë, nëse po, a lyesh me kos? Po. E bukur apo e zgjuar është ajo Seno, se e dëgjova që the po hajt po ta falim. E bukur apo e zgjuar është ajo.
Ajo e bukur apo e zgjuar? Një fjalë. Dyja. Thuje shkretë. Snuk. Snuk, ja. Au! A je I lumtur Seno? Shumë. Para apo dashuri Seno? Dashuri. Puthja e parë apo puthja e fundit? E orshme. Ku ishte puthja e parë? Mbuzmër. Me këtë mori ide. Po hajde se Po është kjo drama. mos e njeh se është. Po. Të pëlqen ushqimi kinez nëse po, do të haje një zhapik që është te Big Brother Kina? Jo. Jo. Okej. Se ishte më gjatë se duhet të më thonë. Po, bravo, qoftë. Edhe kjo fjalia që theti, po bëjmë sikur se dëgjoj. Tha që se no jo. Jo. Më mirë të thot zemër, shpirt apo Ishtu. Ose no, shan kur she lajmet pip. Nuk shoh. Nuk shoh, nuk. Ja, apo se kush I bën kësaj? Kedo se ande. Çama? Kësaj. Kush I bie? Kristi I bie. Po çna bravo. Seno, gjëja e fundit. Fasule. Më bukur. Hera e fundit që për e shet. Big. Fasuli. I ka fshon thonjt? Ja. Je kokfort nëse po mund ta thyesh një pjatë do të? Ja. I ke lënë ndonjëherë punë të tjerëve Seno? Ama pse mendohesh po, mirë, hajt, Ose vazhdo. no atë pëlqen komshit e tu? Po. O Seno. Ç'a bëre mirë? Mirë. Vazhdo. Diqe shumë në verë nëse po a luesh me kos? Po. Seno, e bukur apo e zgjuar është ajo? Asnjëna. Okej. A je I pasur Seno? Me borxhe. Fale se do iki. Edhe me borxhe thuj edhe me mu dje këtu. Mos e di. Ej, Seno, para dashuri apo dashuri dhe para? Si më thonë është Jeshi bëj fjali për ti bëj la. Hajt, bëj fjali. Pas everybody. A falet, mos ta E ndinë. rekordet big si thyve, po këtu e ke thyr. S'ka Mos ta zgjat mine. njeri ka shumë këtë lojë sa ti. Po normalisht dikur me ndal, po. Harusha. Dashuri më? Bukur. Puthja e parë apo puthja e fundit? E orshme. Ku është puthja e fundit Seno? Buzma. A të pëlqen ushqimi kinez Seno? Ja. Seno më mirë të thot zemër, shpirt apo? Kështu. Me të rënkume. A shan kur she lajmet pip. Ja. Seno I ke fshirë ndonjëherë hundët me mëngët e trikos. Ktu janë pyetjet e reja, mos u digj. Ja. Okej. I bie ndonjëherë qylit. Po. Hera e fundit që je skuqur nga turpi. Janë pyetjet e reja, një fjalë, të lutem. Thuj jo, burr. Kush do ta di? Kur je skuq nga turpi. Hera fundit. Thuj jo, mor burr. I tesh. I tesh. Okej, hajt. Ky duket sikur Big Brother, po gënjeu do I dalim klip. Po më thon. Të kanë kapur ndonjëherë mat me dikë dhe ke thënë, e kam thjesht shoqe. Po. Hera e fundit që them fal, Seno. Por. Po. Hera e fundit që gënjeve Seno. I tesh. Sa del. Dale, okej. Je lënduar ndonjëherë nga dashuria, Seno. Ja. Okej. Nëse do transformohesh në një kafshë, çfarë kafshë do zgjidhet ishe? Harusha. Arusha. Më mirë të duash apo të duan, të marrësh apo të japësh Seno? Barazim. Barazim pa gola. X. Pa gola, po. O Seno fishta, me kë nuk do doje të çihnin as në ëndër. Me bajamen. Larg qof domethënë. E dridhe more Seno. Me bajamen. Bukur. Ke qesh ndonjëherë në varrim Seno? Po. Okej. Seno do na e thuash tani po drejtën. Si Çfarë çunat. bën kur s'ke çfarë bën? Lëshoj edhe ti për çunat. Ti suportojmë gjithë çunat që e bëjnë. Po na ndjekin shumë çunat tani. Me si baj presin. Është pyetja e fundit as? Jo. Ke edhe një 4 pastaj. Rri. Asha. Na denigro. Okej, po e prisje edhe ti që ta thosh ai jo, ha? Se thot normal. S'ka gjë, vazhdojmë. Nëse do të zhdukeshe për një ditë ku do shkoje? Se mos më shanë, se ku do shkoje? Arusha. Mbik mu. Mbik prap. Okej, në rregull. Ose no, nëse do mund të dilje në një takim me një person të famshëm në të gjithë historinë e njerëzimit, të gjallë apo të vdekur, kë do zgjidhje dhe pse? Ktu mund thuash emrin, mbiemër dhe arsyen sepse është pyetja e fundit, duhet japësh gaz. Thuj ç'a dush. Fol. Mos ka problem, fol, nuk digjesh. Sa mendon? Me senën. Me Senon, më Do çdo i thoje do dilje me Senos. veten, ha? Çdo i thoje Senos. Si su bën e njëri. Si su bën e njëri, okej, bukur shumë. Bukur shumë, një duart rokitje për Seno. Se do rritje për mua. Seno, Bukur, valla. je
lojtari më i dobët i kësaj loje. E ke marr titullin. Je më i dobët. Faleminderit. Më mirë është në bik se sa te kjo loja. Ke zgjat më shumë këtu se sa në bik. E rëndësishme është moment histori, si për mirë, si për keq. Më i dobët jam. Ja mërë. Veç këtu më, veç këtu se në bik ishe goxha mirë. Shkodran dobët s'ka kur. Prandaj dola për 2 javë isha mirë. Mjafton që thot Shkodrani ka kry punë. Ose Isha no, mirë. për fund, nuk do të them për fund, se no, ne kur erdhëm këtu në bëm një kontratë pak sa të çuditshme, po nga çdo i ftuar që ne kemi në studio duhet i marrim mendimin se si ata ja kanë. Jo më leksia marr Direkt. çatë të marrim ti më po. Në shpirt. Ideja është që në bazë të fjalëve tua ne do marrim lek. Pra ti duhet të thuash fjalët më të mira për ne, kështu që te ky si ndjeve te ky emision jam vetë thashë, e kupton? Që të marrim lek, e kupton? Do kam rreth. Po, rri që edhe ne do të rrim ty pastaj. Që themi, sa i ftuar i sinqert, sa bukur që ja kemi kalu. Ç'a do të më thonë gjë për ju, e? Po. Fjalët e mira burt na marrin në lek, o vlla. Ja, një sinqerisht një emision ndryshe ndërton emisionet që kam kanë. Shumë A jetu utalla? ku më dallove unë. Që erdhi Elona, Arusha. Po Elona, hajde Elona, hajde. Hajde mi goca, hajde. Na vjen deri te dera dhe sfutesh, hajde. Një përqafim live, kape regjia. Përqafimi live. A di si më thonë ton ruju se ta pat morrin ata dy në telefon për një reklam, ta pat morrin di si rriune. Shiko, është i vetmi nga Big Brother që nuk e kam taku dhe ja e takova tani Senon. Kemi kemi lënë një takim për radio, po Senon dhe Armirin e kam ftu sot. E analizove si nes në vlen për emision. Se ke pas asnjëherë se kam pas Senon. Ti kesh bashkë me thënë ka qenë në Big Brother Radio, po ka qenë radhas me thënë gocave, talentës dhe ideas, jo se po sot kam Armirin, ti po deshe rridhe me. Po ne po shkojmë marrë me vit. Ne po shkojmë marrë me vit. Po rrim pa kuintave. Po, okay, bukur shumë. Me që na erdhe, flasim edhe për Big Brother Radio-n. Big Brother Radio sonte përqendrohet në post prime-in e së shtunës, e hëna përgjithësi atje, njëri nuk doli, hyn njerëz të famshëm. Hyni mreti maj. Për këtë do të flasim, do të përqendrohemi shumë edhe tek Triçifti. Sa do të Triçikli, thashë ato. Triçifti zero. Tek Selin Gimbo, gjithashtu te Miri, gjithashtu te Konata, është shumë ndërlikume. Ti ç'do zgjidhje? Këtë zgjidhje ti e dashur. Këtë zgjidhje. Nëse do ishe Selina, ku do anoje? Qysha çunin e ri. Ku ka i riu si veriu. Kur je 41. Bukur. Elona Duro pas pak me Big Brother Radio, se ne sa po thoje këto mashtrime ti na erdhi Elona. Thuaj edhe një gjë të marrim në 5000 lekë. A Arusha të çe Ja, një emision më thaman që e bëni shumë bukur. Faleminderit. Hera por që u njeku. Jo, atë e dim në unë njifja kur hyn Big ti e kupton që jemi kaq real, e kupton. Ja, sinqerisht, domethënë kjo pjesa që thon kur ka batuta, kur ka humor është më tërheqëse, edhe luni shumë bukur. Edhe të ftumin, se çështë thon pacienti. Vallai. Terapi është kjo. Edhe të ftumin domethënë e bani me morr vetin. Po. Se no ka shumë lek sa po vin tani s'diku ti çoj bashkë me ty edhe me Juli. Do shkojmë poshtë, do marrim edhe Vrenozin kamer, sa ish larg është në Korçë. Edhe do pim kështu nga larg. Se no, të falenderojmë shumë që zgjodhe që mbrëmjen tënde ta kalosh këtu me ne. Të urojmë shumë suksese në këtë, le të themi, jetën tënde të dytë pas Bigut. Sepse gjërat bukura do të vinë. Jo, po kështu them që është 2003. Tash jo falenderoj shumë për ftesën, me tamam ishte kënaqësi. Respekt. Edhe erdha me dëshirën më të madhe, bile erdha i gjysuar më parë. Po mor, por Arusha, mesazhi ishte për tregu korrektesë. Kështu që Po, sa herë do t'ju duhem. Ja më një herë se doli buja. Eza po, Juli thuj llafet e bukura se do ikim. Kështu kemi ardhur në fund dhe për sot 19:51 minuta është nënore, ne do të dëgjojmë sërish të hënën e ardhshme deri atëherë ju vazhdoni që ndroni në Top Albania Radio, pas pak vjen Elona siç e tha me Big Brother Radio, ndërkohë ju shijojeni këtë javë, një javë të mbar dhe ju përqafojmë shumë.